Maturantët këtë të martë kanë zhvilluar provimin e parë, atë të gjuhës së huaj. Njëjtë si vitet e kaluar, është përsëritur skema. Tezat e provimit u publikuan në rrjetet sociale. Në faqen, studentët denoncojnë vetëm 20 minuta pasi nisi zyrtarisht testimi në orën 10. Varianti B i tezës së anglishtes u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale, edhe pse ministria kishte deklaruar se kishte marrë masa të rrepta sigurie. Ministria e Arsimit ka reaguar pasi teza e anglishtes qarkulloi në rrjetet sociale pas nisjes së provimit. Duke e quajtur akt të shëmtuar, Ministria e Arsimit dhe Sportit tha se publikimi i tezës nuk cënon procesin, ndërsa provimi po zhvillohet me standarde të larta. Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, Ministria e Arsimit dhe Sportit siguron maturantët, prindërit, mësuesit dhe gjithë publikun e gjerë se provimi i gjuhës së huaj i maturës shtetërore 2025 po zhvillohet në kushte të plota sigurie dhe në transparencë të plot sipas rregullores në fuqi, duke garantuar standardet më të larta të testimit për 27.000 maturantët në të gjithë Shqipërinë. Akti shëmtuar i fotografimit dhe publikimit të tezës së provimit të maturës së lëndës gjuhë e huaj pasi ka nisur provimi, nuk ndikon as pak në proces dhe s'mund të hedhë poshtë punën e palodhur të mira mësuesëve, administratorëve dhe punonjësve të strukturave arsimore në të gjithë vendin që kanë punuar prej muajsh me përkushtim për mbarvajtjen e këtij procesi, thuhet në reagimin e Ministrisë së Arsimit. Ndërkohë, kujtojmë se këtë vit Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur që të ketë edhe teste të personalizuar për maturantët që janë me aftësi speciale. Ndërkohë, në vijim, maturantët do t'i nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë më 10 qershor, matematikës më 17 qershor dhe provimit me zgjedhje më 24 qershor.